Për shëndetje nga kuzhina Neri, sot kam vendosur me nda me juve edhe një recet natyrale, një recet për juve motra. Ju motrat që keni lindur, ju kanë vënu pra menstruacionet për ndryshe periodat. Dikujna 1 vjet, dikujna 6 muj, dikujna 3 muj, po ashtu kjo recet është për juve motrave që nuk ju vjen cikli me rregull për ndryshe periodat. Po ashtu për juve motra që mendoni që keni hyrë menopauzë edhe jeni të reja. Shumica e motrave që më kanë shkruar ato recetat që kom postu kanë shumë efekte dhe kanë pas gjithmonë për ardhen e ciklit. Tash edhe një recet tjetër, pra ju thojnë shpeshherë keni hyrë menopauzë me 32 vjet. Se kanë përdor recetën që kom postu tjetrën, ju kanë ardhur menstruacionet. Kjo recet është ashtu fantastike. Dikujna ndodh me të parën herë që e pin ke qaj i vinë. Dikujna i ndodh nesërmen. Veç ju them që 2-3 ditë mas largëti, edhe pse keni vënes pra ciklit, 1 vjet, 6 muj, 3 muj, përdorni këtë recet edhe keni me pa. Krejt çka ju nevojiten janë, i merrni 600 ml ujë të nxehtë. Merrni 3 filtera të qajit të gjelbërt për ndryshe qajit jeshil, 3 filtera, edhe merrni një enë, i qitni 600 ml ujë të nxehtë vluar, edhe i qitni 3 filtera. Kur të qitni filterat, i mbani filterat në qëta ujë të nxehtë një 4 minuta, që ashtu i leni pra që të lëshojnë. I largoni filterat prej ujit edhe i ndrodhni mirë kështu edhe i gjuni, sikur se qajat normal që pina. Masanena e merrni pra një lugë të mesme me kurkuma, turmerik që thonë, ose shafrani indis në Kosovë, që ka në çdo market ushqimor me ble pra. E qitni tek ujë i nxehtë edhe aty ku i kemi qit pra 3 filterat, i përzini mirë e mirë. Përdorimin e këtij qaji e bëni kështu. Tashti, ky qaj është i parapami pi 3 herë në ditje, por siç thash më parë, dikujna indikon me të parën herë që të pin i vinë periodat. Dikujna 2 ditë, dikujna 3 herë që e përdor në ditje, kështu është krejt në varet pra prej trupit femnës. Por efekt ka jo 100%, por 1000%. 3 herë në ditje pra e ndani që ta ujin 600 ml. 200 ml i pini në mëngjes, 200 ml i pini në mesditë, 200 ml i pini në mbrëmje. Nëse shembull e pin tashti 200 ml njëra për juve, edhe mbas 1 ore, 2 ore i vjen cikli, e ndërprejni s'keni nevojë më, sepse efekti shihet vetë. Nëse nuk ju ka ardhur me të parën përdorim cikli ose periodat, e vazhdoni. 3 herë në ditje, pra qatë minut që t'ju vinë periodat e nalni, s'keni nevojë me pi më, sepse çdo muj kanë mi arë, pa pas nevojë me pi tableta, me përdor krejt që të tableta janë të jau çrregullu hormonet. Pra kurkuma për ndryshe shafrani indis është tepër i mirë për rregullimin e hormoneve tek femrat. Përzini pra, siç thash, ta 3 përbërës, 600 ml ujë të nxehtë, 3 filtera të qajit gjelbër për ndryshe jeshil, edhe një lugë të mesme plot me kurkuma, i lani filterat 4 minuta të qëndrojnë pra në ujë të nxehtë, lëshojnë mirë, i largoni filterat, mandej ja qitni një lugë të mesme kurkuma për ndryshe shafran të indis ose turmerik, edhe përzini prap, edhe pini 1 gotë mëngjes, 1 gotë mbasdite, 1 gotë në mbrëmje. Pra, krejt në varet qysh juve ju vjen perioda. Siç thash më parë, nëse ju vjen me të parën përdorim, e nalni, s'keni nevojë më me përdor. Provone, bindeni vetë, unë pjo thom që tashti, pa ja nis ju hala me provu. 1000% është efektive. Mos e prishni, mos e shkatrani trupin e juaj të përdor të lefar tabletave, se krejt që ato ja çrregullojnë hormonet. E keni pa pra shembull, kur nuk ju vinë periodat, jeni gjithmonë nervozume, ju duket se ju ka faj krejt bota, sepse ajo është pra krejt çrregullim i hormoneve në trupin e femrave. Neri juve ju përshëndet përzemërsisht. Ju falenderon për çdo pëlqim të recetat mia. Ju keni me përdor,
unë shkrimet si gjithmonë këtu në YouTube, në kanalin tim, nuk po mëj me postu, për juve motra të dashura që nuk besoni, edhe që nuk besoni, aty e keni për veti. Krejt postimet me fakte unë i qes në Instagram tek faqja ime, pra Kuzhina e Nerit, sepse këtu nuk po mëj me postu fotot. Dele Anena pra në Instagram ka faqja ime edhe lexoni shkrimet bindeni vetë. Kështu që Neri nuk e lodh gojën e vetë këtu me fol kot as me shtjerë zonën bodihalla. Neri që ka postu deri që tashti i një bind vetë, nuk kam që ashtoj ma shumë veç që postoj për të mirën e juve, receta falas, as nuk jeni të pagu diqka, veç të mira jeni të pas prej meje, kështu që me zemër postoj. Deri në recetën e radhës ka Kuzhina e Nerit, ju tham, miru pofshim.